Pas humbjes me flamurtarin, Vllaznia nis fazën e dytë të kampionatit me një tjetër transfer delikat ku do përbahet me Ignatian. Në prag të kësaj sfide foli përmendja drejtori sportiv i klubit Shkodran Vjoresin Sinani. Ai tha se gjendja e skuadrës është e mirë dhe Vllaznia nuk i friksohet as Ignatias dhe as kujt dhe shkojnë për 3 pikë. Sipas tij ekipi duhet përgëzuar për fazën e parë. Gjendja e skuadrës është shumë e mirë. Ne jemi me një ekip që meriton respekt, si Robuzhina, Ignatia dhe Vllaznia. A thënë me bindje që nuk i friksohet as Ignatias dhe as kujt. Çdo e kena deklaruar çdo ndeshje do të shkojmë veç për 3 pikë, veç për fitore. Të pas parasysh që është çereku kampionatit i përfunduar, jena në vend parë. Djemt duhen përgëzu bashkë me trajnerin, bashkë me stafin, pasi kanë bërë një fazë të parë mrekullueshme. Kena një ekip mirë që do të luftojnë për trofet me i fitu, por gjithmonë do të rrim me kam tokë, gjithmonë do të pretendojmë vetëm 3 pikëshin e ndeshjes që kena. Sinani foli dhe për mungesën e skuadrës shkodrane, ku theksoi se Bismarck do të jetë në shërbitje me ekipin brenda 2 javësh. U bën rreth 4-5 javë, pakën me 4-5 mungesa, me 6 mungesa. Është një detyrë akoma më e vështirë, se të mungojnë gjysma e ekipit, nuk ka gjë e vogël për çdo ekip, për Vllaznin dhe për çdo ekip. Bismarck jo më larg se parë kanë fol me stafin mjekësor dhe maksimumi, sipas stafit mjekësor, më 2 javë do të jetë stërvitje me ekipin. Vetëm probleme dëmtimesh, as si problem tjetër, as një shqetësim tjetër. Dëmtimet janë pjesë e lojës, nuk do të dëshirosha me pas kaq shumë dëmtime, ndoshta 1-2 edhe mund të pranohet se kampionati i gjatë ka luftë sportive për çdo javë, por askush nuk e don dëmtimet. Dhe ata djemt që kanë hyrë, unë besoj shumë që e kanë justifikuar vetin, por gjithmonë edhe trajnerët dhe stafi gjithmonë do të njihen normalisht gjithmonë më mirë me pas ekipin e plotë. Megjithatë, gradualisht po rikuperohen dhe po kthehen gjithë në ekip dhe kjo është një shenjë e mirë. Për momentin kena 2 lojtarë jashtë si Çato dhe Dros, bashkë me Çato do të jetë këtë radhë bankim Dros bashkë me Bismarckun. Gradualisht uroj që edhe këta dy të jenë afër ekipit dhe na vin kontributin e tyre sa më shpejt. Takimi Ignatia Vllaznia do të luhet të martë në orën 16 në Rogozhin.